Winxat shpëtuan mbretëreshën Siren të Androsit. Leila sakrifikoi veten e saj për mbretëreshën duke zbuluar fuqitë e saj magjike e kështu duke u bërë një zan më e fortë. Përshëndetje, miq! Përshëndetje dhe mirë se erdhët! Mirë se erdhët me Espero! Mbretëria më e bukur dhe magjepsëse në të gjithë dimensionin magjik. Vendi më i mirë për pushimet tuaja të përsosura. Çfarë janë këto? Me sigurisë janë re. E pa mundur, këtu nuk ka asnjëherë re. Kush je ti? Unë quhem Valtor. Por ju mund ta thërrisni mjeshtër. Pra, shpëtuam edhe nga detyrat. E shikon? Çfarë është ajo? Çfarë po ndodh? Ja ku që keni zonjusha. Duhet të jep një shpjegime për mungesat tuaja të pa autorizuara. Të lutem jo tani, Griselda. Leila ka nevojë për ndihmën tënde. Hyrë, Stella. Je tamam në kohë për të parë se si bëhet një magji. Por, çfarë i pas ka ndodhur Leilës? Diçka vërtet e tmerrshme dhe diçka vërtet e mrekullueshme. Shoqës tuaj i është bërë një magji e zezë që largoi dritën nga sytë e saj, por gjithashtu Leila mundi të arrinte pamjen e saj përfundimtare si zan. Tani ajo është një Enchantix. Magjia e Valtorit është shumë e fuqishme, por ti tani aq e fortë sa ta prisësh atë, Leila. Shke fuqinë e pluhit të zanave. Është një energji e re në krahët e tu. Mund ta ndjesh nëse përqendrohesh. Duhet ta ndjesh përreth teje. S'ke nevojë për sy që ta shikosh. Luri zanave mund të prish shumë magji të zeza. Është një nga fuqitë e reja që ke ti si Enchantix. Enchantix, tingëllon bukur. Zonjusha, nuk dua t'u aprish këtë moment të bukur, po akoma nuk kemi zgjidhur çështjen e disiplinës. Si dënim që u largohet nga shkolla pa leje dhe u përpoqet të më mashtroni duke lënë këtu zonjën Stellën edhe piksat që ishin si ju duhet të shkoni të punoni në bibliotekën e shkollës dhe të riorganizoni të gjithë librat për zonjush Barbatean. Dhe ta bëni këtë gjë pa përdorur magji. Dënimi juaj do të zjas derisa të gjithë librat të jenë në vendin e tyre. U morëm vesh? Punë të mirë, Stella. Unë bëra të pamundurën, por gjërat filluan të më dilnin jashtë kontrollit. Po, e vumre. Hey, Blu, shiko, ke një vizitor. Ha? Hey,
Skaj, çfarë bën këtu ti? Isha rrugës për në shatërvanin e kuq dhe mendova të takoja. Mora vesh që patët aksion të vërtet në Andros. Doja të sigurohesha që ishit mirë. Madje doja të të pyesja edhe për diçka. Po, për çfarë doje të më pyesje ti? Blum, unë jam princi i Heraklionit dhe këtë fundjavë është 1000 vjetori i mbretërisë sime. Në këtë fest, unë dua t'i bëj të ditur gjithë botës që ti je dashura ime. Do t'ja tregosh gjithë botës këtë, po nuk të duket e tepër? E di çfarë, dua që të gjitha dinë sa e rëndësishme ti je për mua. Kuptohet, nëse për ty s'ka problem. Kjo është një botë. Sigurisht që po. Nuk ka asgjë në botë që mund të më ndaloj të vi në festën tënde, Skaj. Po, në fakt është diçka që na pengon dhe është dënimi që na ka dhënë Griselda. Pra, këto janë kodet magjike të Esperos. I kisha imagjinuar ndryshe. Mendoja se do të kishin një vend më të sigurt për të mbajtur magjinë të gjithë botës. Ta flet me vete Ajsi? Duket qartë që ai nuk po të dëgjon. Mendja e valtorit është shumë kilometra larg. Hej, çfarë po ndodh? Ne sapo morëm magjinë e Esperos. Shtoj atë që morëm në Solaria dhe Andros dhe eja të ikim. Shumë shpejt ti do të jesh magjistari suprem i dimensionit magjik. A nuk ishte pikërisht kjo ajo që doje? Dua të them, mendoja se do të tregohesh e pak më shumë entuziast. Dhe ç'është ky interesimi papritur për Blumin? Mendon se ti ka rënë në kokë për të? Po e studioj. Dhe Blum është një armike që s'duhet në mblerësuar. Ju të treja duhet ta dini këtë gjë. Duhet ta heqim qafe atë përpara se na shkaktoj të lashe të tjera. Dhe festa në Heraklion do t'jetë vendi perfekt për një gjë të tillë. Dhe kjo është një ide e mrekullueshme. Vajza, shikoni çantën time të re. Faleminderit të gjithave që erdhët kaq shpejt. Kam diçka shumë të rëndësishme për t'ju thënë. Çfarë po ndodh? Çfarë është ajo kube magjike si për shkollës tonë? Jemi në të lashe? Shpresojmë që mos jetë serioze. Do doja të mos ishte serioze, por shikoni Faregondën. Jam e sigurt se do të na jap një lajm të keq. Vajzat e mia të dashura, sapo mora vesh që magjistari i keq Valtori ka nisur sulmin kundër botës paqësore të Esperos. Seri? Tani më dëgjoni me vëmendje. Sekretet magjike më të rëndësishme të Esperos kanë rënë në duart e Valtorit. Ky sulm i papritur është shumë shqetësues për ne, sepse tregon që herët apo vonë Alfea do të jetë objektivi i tij. Shkolla jonë ruan disa magji supreme, prandaj unë dhe mësuesit e tjerë vendosëm të bënim një magji rreth territorit të shkollës që të jetë si një barierë mbrojtëse. Për sigurinë tuaj dhe derisa Valtori të mos jetë më një kërcënim, asnjë s'mund të hyjë apo të dalë nga shkolla pa autorizim të veçantë. Dhe ajo mund të jepet vetëm nga Griselda. Tani po që nuk do të mund të largohemi më kurrë që këtu. Ju nuk mund të shkoni asgjë kundi, zonjush, apo e harruat vallë dënimin tuaj. Takohemi në bibliotek pas 10 minutash. Disa prej jush u larguan nga ndërtesa, ndërsa disa nga ju mashtruan. Të gjitha do të keni mundësi të mendoni për atë që keni bërë, ndërsa vendosni në përvende librat e seksionit të kufizuar. Do të jeni të dënuar, derisa gjithçka të jetë në rregull. Mos harroni, nuk lejohet magjia. Janë për ty, zonjush Barbatea. Seksioni i kufizuar është me të vërtet shumë rëmuj. Këta libra mendojnë se janë pronar të këtij vendi dhe se mund të bëjnë çfarë të duan. Disa prej tyre kanë karakter shumë të keq, shumë të keq, vajza. Këto janë libra mallkimesh. Po të isha në vendin tënd, do ta mbaja me kujdes. Griselda u tregua shumë e ashpër me ne. Do të mbetemi këtu për gjithmonë. E kjo s'është e vërtet. Sipas llogaritjeve të mia, po të punoj me këtë ritëm, do të mbarojmë të martën tjetër.
Atëherë mendoj se s'do të shkojmë te festa në Iraklion. Lëre, një këto vajzës duhet të heqin dorë. Të shtunën është festa e Blumit dhe unë s'dua të mungoj. Por e shtunë është nesër, do t'jetë pamundur të rregullojmë të gjithë këto libra pa përdorur magjin, vetëm nëse... Nëse çfarë? Nëse nuk përdorim magjin ton, nëse libra do të përdornin magjin e tyre, kjo s'do të thyen të rregullat e Griseldës. Unë parashikoj që ka mundësi të më dhaj dështimi. Është më shumë se i mundshëm, është i sigurt. Po, Stella, ide e keqe. Të lutem ule librin, por sepse dhe ai është mashtrim. Ne thjesht do të hapim librin, ne nuk do të bëjmë asgjë tjetër. Është një gjeni këtu në këtë libër si ai i llampës së Aladinit. Është pa më shqetëson mua. O, mos! Më duket se kam hapur librin e gabuar. Kushdo që ka thënë që s'mund ta gjykosh librin nga kopertina, ka mundësi që se ka parë këtë. Leila, çoj pikset në një vend të sigurt dhe përpiqi që asnjë mosues të mos vijë këtej. Pa problem. Jani vajza. Është radha jon tani. Flatrat magjike. We go far away, energy created, all magic power, love to be big, we're the new ones, we're awake, awake, we're the wings. Tekna Muza, mbrojni librat. Të tjerat shkojnë tani. Wow, koha për të larguar pak stresin. Përqendrim, barierë digjitale. Funksionoi. Wow! Dhe Lesa po I buma ato në përvënde. Rënj! Ha? Tani kapeni! Dhe tani ktheu përsëri ande nga Eva. Futu me njerë këtu! Të kapa! Mbaruam. Jo, Muza, nuk mbaruam. Unë them se kjo është vetëm fillimi. Po ju s'do dilni sot, princesh Diaspro? Iraklioni po feston. Unë s'kam asgjë për të festuar. Dhe largoja atë fustan, nuk dua ta shikoj. Mendoja se kishte planifikuar ta vishit nesër në festën e shekullit, në pallatin mbretëror. Është një ngjarje ku duhet jeni e pranishme. Një ngjarje ku unë do të jem jashtë loja. Ai Sky budalla do të sjell me vete atë zanën e tij të dashur, Blumin. Tani largohu, mu I qafa. Dua të qëndroj vetëm. Sky mendon se Blumi është më e bukur se unë? Sa qesharake. Është dikush në dhomën time. Kush është aty? Unë quhem Valtor. E di si ndihesh. Mos ki frikë. Jam miku yt. Kam ardhur të të ndihmoj. Largohu nga dhoma ime. Largohu tani. Dil jashtë se do të thras rojat. Do të ishte një gabim. Unë mund të t'i jap ato që do. Mund të të ndihmoj të frymbushësh ëndrrën tënde dhe ta ishësh qafe për gjithmonë Blumin. Shikoje pak këtë. Hey, Blum, si do t'jetë festa e Skyt, Oj, në thuaj, të lutem shumë. E po, t'ju them të drejtën, unë arrit të mendoj vetëm sa emocionuese do t'jetë dhe shpresoj të mos skuqem shumë. O, Lori, këto, Sky dhe ti do t'jeni gjithkohës për krah njëri tjetrit, një pamje super e mrekullueshme. Nëse ajo thot kështu, atëherë është e vërtetë. Ai do të çojë në një nga balkonet mbretërore me pamje të mrekullueshme nga kopshti. Dhe aty poshtë njerëzit do të përpiqen të të shikojnë sa më mirë, gazetarët do të zihen për fotografinë e faqes së parë, sytë të gjithëve do të jenë mbi ty.
Oh, kjo nuk më qetëson as pak, Stella. Nuk do di se çfarë të bëj, nuk do di se çfarë të them. Ke përballuar dizi që edhe më të mëdha. Mos u shqetëso. Po, unë dhe Leila do të mësojmë si të bësh një princeshë vërtet në shumë pak Të kohë. shpresojmë kështu, sepse herën e fundit që isha në Heraklion, u solla tamam si budallaqe. Oh, ke besim të ne. Like a princess, I'll be such a new life for me. From tomorrow, I live in a fairy tale. Like a princess, I'll be, and with you next to me, even dreams may turn into reality. I'll be a princess with you. Ah? Tada! Faleminderit madhëria juaj, kënaqësia është e imja. Mendoj se tashmë ja dolim ban, por ka akoma edhe diçka, shikimi mbretëror. Lëvizshmëria e vërtet mund të përçohet me një shikim të vetëm. Tani zvogëloj syt, ngrije mjekrën lart, bëj vetullat me hark dhe mblidhe pak hundën. Si të duket? Pra, çfarë mendoni? Në fillim shikimin dhe më pas përkulu. Oh, mendoj se është e mrekullueshme. Urime, Blum, ne të gjitha do të bëjmë tifozllëk për ty. Nuk është se dua të prish festën, po kur syt për të bërë princesh na e ka ngadalsuar vërtet shumë punën dhe jemi shumë mbrapa me programin, e kuptuat? Mirë, po mos u shqetësoni. Blum do të arrijë të shkojë në festën e saj sepse unë kam një tjetër ide të mrekullueshme. Nuk mendon se ajo e fundit ishte mjaftueshme? Por kjo është ndryshe, do të funksionojë. Do t'i transformojmë piksit në kopjet tona përsëri dhe Stella! Ti ke bërë shumë për mua, Stella. Unë mendoj se duhet fillojmë menjëherë të punojmë shumë. E di që jemi shumë mbrapa, por po të bëm të pamundërën, e di që mund të mbarojmë në kohë pa përdorur mashtrime apo magji. Thjesht duhet të besojmë që ne mund t'ja dalim, apo nuk mendon kështu? Inspektimin e bibliotekës. Duhet të them që jam e habitur. Atëherë mendoj se është e drejtë të japim leje të gjithave të vizitoni Heraklion. Nëse s'doni të bëheni vonë, duhet bëheni gati, përveç shteje, Blum. Por, zënjush Faragonda... Nëse se ke problem, dua të them diçka para se të ikësh. Dua të tregoj një histori që e kam mbajtur në të fshehtë për një periudhë të gjatë. Tani është e rëndësishme që ta dish. Më shumë sekrete? Mendoja se më kishit treguar gjithçka. Por këtë jo, akoma s'kishte ardhur koha. Kjo është historia e një betejë që ndodhi shumë vite më parë. Kjo që shikon këtu është shoqëria e dritës në betejën e tyre më të fortë, atë kundër Valtorit. Valtori nuk është magjistar i zakonshëm. Kur dragoi Maf krijoi universin, një shkëndijë vogël e flakës së tij ra në errësirë. Errësira u bashkua me fuqinë e zjarrit. Atëherë, ajo u gjet nga 3 stërgjyshet shtriga. 3 stërgjyshrit shtriga? Paraardhësit e triksave janë këta? Pikërisht, ata e modeluan atë flak në formën e njeriu dhe e quajtën atë Valtor. E rritën dhe kur ai ishte i rritur mjaftueshëm, e dërguan të sundonte të gjitha dimensionet magjike. Po këta luftëtar, kush ishte në shoqërinë e dritës, do të më thuash? Ishte një urdhër i guximshëm, më të mirët e heronjve, zanave dhe magjistarëve. Ishte krijuar nga Merion dhe Orikel, prindit e tu biologjik. Ata krijuan shoqërinë e dritës për të luftuar stërgjyshrit shtriga? Po, dhe kur shtrigat shkatruan Dominon, prindit e tu menduan se vetë ishte shkatruar. Dhe ata u sulën drejt Valtorit me gjithçka kishin. Po nga i ditë të gjitha këto? E po, unë isha anëtare e shoqërisë së dritës bashkë me Grifin dhe Saladinin. Për të larguar forcat e së keqes, ne u bashkuam për të sfiduar Valtorin. Dhe çfarë ndodhi pastaj? E zut në kurth në dimensionin Omega? E bën prindrit e tu.
Pasi ne të tjerët ishim mundur, ata përdorën forcën e tyre të fundit për të mbyllur valtorin diku larg. Çmimi që paguan ishte i shtrenjtë. Merion dhe Oritel s'u kthyen kurrë nga ajo betejë. Por me që asnjë nuk e ka parë se çfarë i ka ndodhur në të vërtetë prindërve të mi. Mendon se mund të jetë e mundur që Çfarë dashur? që prindrit e mi mund të jenë diku të gjallë? Blum s'mund ta dim, asnjë s'mund ta di. Asnjë përveç Valtorit. Ai ishte i fundit që i pa prindrit e mi. Ai e di sigurisht përgjigjen. Blum, ki kujdes. Prandaj ta tregova këtë gjë. Valtori është një krijesë shumë e keqe. Nëse ai zbulon kush je ti, ai do të takmerret kundër teje. Tani Blumi e di që Valtori është armiku i saj. Cila do të jetë lëvizja e ardhshme e magjistarit? Wingsa do të arrijë në Iraklion, ku Sky do të bëjë një njoftim.